dhe qeveri. Kjo nuk mund të kalohet. Se Rama nuk e thë gjë Carlos pse merr nga opozita ti dhe na sulmon. Se opozita në mos aty do dalë diku tjetër. Ajo çfarë nuk i tolerohet nga Rama Carlos është gazetari Carlos. Çfarë qendrimesh ka pas Baba Rama para këtij rasti? S'është përcjelli shumë. Ja, unë lexoj. Jo, po domethënë Baba Rama është hera parë që e kritikon qeverinë aty? Jo, ka ikur për zgjedhje, ka ikë dhe Rama nga studio. Sepse unë kam një përshtypje që kanë pas një tendencë më herët dhe pastaj këtu vetëm kanë shpërthyer sepse nëse ka qenë kritikë ndaj qeverisë. Shiko, tek reporti Baba Rama intervista bonte, dhe intervistat janë normale. Po. Unë kam ndjek për shembull tek Topi. Në studio të tjera ka qenë kritik. Për qenë sinqert, Baba Rama është ndër të pakët gazetar që nuk manan dhe është korrekt. Domethënë në qendrime që ka, pra nuk është se ai aty po thoshte gjëra që s'e ka thënë vend tjetër. E qartë. Por po i thoshte aty. Po duket se është mbush kupa e pastaj kanë reaguar aty sepse ajo çfarë është e patolerueshme. Për atë që ka bordoron e reportit, për Ramën është gazetari i reportit. I polemizon edhe i në studion e reportit flet për korrupsionin e qeverisë. Ka qenë një hap me tutje, është. Shef, për hir të vërtetës tash kjo modeli shqiptar ballkanik i të bërit gazetari partizane, sepse ka fatkeqësisht për fatin të keq të profesionit, gazetaria ka degeneruar edhe në vendet që ne kemi pas goxha inspirim, domethënë. Unë jam lexuesi rregull të mediave liberale që janë totalisht partizane kundër Donald Trumpit. Po nuk është që si shikoj edhe mediat e Donald Trumpit që janë, për shembull, se këtu më rëndë kanë largu Fox News-i, Tucker Carlson që ishte ylli i Fox News-it për shkak të një mosmarrëveshje 2020 për shkak të sulmit ndaj Kongresit, edhe kanë thonë se edhe aty ka çuditëra. Sot për shembull lajmi i fundit se ishte e pe me Newsmax-in? Jo. Që ishte direkt Trumpi me të? Po jetë një intervistë? A ishte në Newsmax, a? E sekond po. Do ju përjashtoj, tha, do ju zëvendësoj me CNN-in, ju jeni më të këqij se ata. Newsmax-i po. Po tash se këtu se edhe në Shqipëri po edhe politika gjithë botën një lloj. Jo, tash Fox News-i le të themi është topi ose kloni, pastaj e ki Newsmax dhe e ki këto hardcore që janë ultra partizane, le të themi që është Report TV-ja dhe këto mediat që janë më pak, domethënë janë më poshtë me audiencë, po janë më agresive me qasje. Kështu që të përjashtojnë, domethënë, sado që bizare edhe e turpshme sepse unë nuk edhe ne gazetarët e kemi pastaj edhe një ves. Posaçërisht as janë hes mediave që i japin vetes shumë më shumë protagonizëm se sa realisht kanë peshë publike. Domethënë, kjo më shumë bëhet për shkak, tani mos ja ul. Jo, pja uli definitivisht domethënë. Ja dëgjon. Kam idenë ke personale. E ke pas deklarës batone që unë ndalova murin në Mitrovic. Jo, kjo është, domethënë, kjo çesharoke, jo batonit për përgjithësi, sepse tash pronari i medias aty sigurisht që do të rraf gjyks dikun te një tryezë politike e largova për shkak të asaj të kësaj. Po ne nuk është që edhe kemi fuqi shumë mirëzu qeverit as mi bot qeverit. Domethënë ne debatojmë këtu. Në Kosovë, ai kishte ndalu ndërtimin e murit të Mitrovicit veriut. Batoni Puna e çove. Nuk do mu marr me Batonin, ne kum pasur në deklaratën, po i shmongëm. Qëre koaditore për hir të vërtetës, tash edhe një herë. Jo Batoni, po koaditore, në atë kohë ka qenë gazeta në vitin 2000, gazeta kryesore e vërtetës. Ndoshta me më shumë ti pesh politike në rajonin e Ballkanit, sepse financoi kryesisht nga ndërkombëtarët, edhe nuk është që çuditëm që në një artikull i kohës edhe ka pas pesh specifike në projekte të caktuara. Fakti që e monopolizon Batoni thotë unë ndala e mohabet tjetër. Po koha ka qenë vetëm Surroi, ka qenë Gorani, ka qenë plejade tonë gazetarëve të mirë. Nuk thoshte media. Lidhet ti. Po, aty ka bënte ai, se duket që ka shku kë ka hekat gurin aty durrës. Lidhet ti personal? Po. Se me vet Batonin thotë edhe atë kufirin me molin e zit, diçka korrigjimin e kufive, diçka ka shkuar ka marrë një gurit kufirit e ka hek prej diku edhe atë version e kom dëgju. Por e Baton dhe Baba Rama vetëm bën kanë përbashkët. Kjo na futi këtej. Ja, pa e kishim këtë. Unë megjithatë po jam ja kredi koordinatore që ishte, domethënë, ka bënë punë të mirë në fillet e pas luftës. E kisha ke deliri i ratës tonë që vendosëm ne. Kemi shumë delir, domethënë, edhe pastaj ai sigurisht që shkon atje po këtu tash kjo është supozimi jemi, edhe i thotë po e ndjeka Baba Ramën sepse ishte kritik ndaj kësaj perui studion. Kur i shikon audiencën, do i kum po dhona kohës fundit dorën zemër te audiencës së televizioneve. Syri, domethënë, për kësaj këtij kampi syri është shumë lart.
për pas topit edhe klani tjerat janë inexistente në atë radarin, shifen më shumë në rrjetet sociale, kështu se pesh specifike në kohë reale nuk është që kanë. Ka rëndësia jo. A ja tregon Ramës të shikoj. Jo ja tregon Ramës, po në regjime ku po them diktatoriale, megjithëse këtu doli autokracia elektorale, pra në këto lloj regjimesh nuk ka rëndësi sa audiencë ke. Puna është që duhet vrarë që zogu që në vez, se në qoftë se bën një vogël trimëron dhe një të madh. Po është edhe kjo. Pra, se ne edhe kur ishte rasti Ambrosias çfarë tham? Ora çi duhej Ramës të bënte lëri jepi një përgjigje, kalohe me qetësi. Jo, por duhet bërë shembull që askush mos guxoj më të mendoj me kokën e vet dhe të thotë vërtetën publikisht, dhe kjo shkon zinxhir, prandaj kemi arrit deri këtu. Ke rastin fal ambasador, ke rastin e Beketit, Agon Qeno. Çfarë ndjen? Edhe çfarë punë e bën? Ishin dy pronarë thuhet, dy pronarë të mëdhenj të medeve që po i merrte gazetarët që do i thoshte Ramës nxorën një dasmë në Vedia që kishte mashtruar. Për kaq, dhe sot paguajnë 130 milionë euro për një natë personal të Ramës në Vedia. Asipler. Unë kisha një koment, jam nga ata që e kam respektuar, si më ka respektuar, kam qenë në show-n e tij të Baba Ramos, është një gazetar serioz, njeri që edhe bashkë biseduam kur ulet për të shkruar, shkruan domethënë tepër mirë, ka qenë i qartë, bile shumë raste mendoja si mund të bashkëjetoj Baba Ramo në atë ambient servil që i shërben interesave të pushtetit kaq hapur të Carlo Bolinos, por e shikonin si vlerë dhe duhet parë që midis tyre ishte një njeriu që nuk pranonte kompromis derisa e reagoi